A shmendon të njerë që të bëhet ndonjë strukturë në liçenin e Badosit që mos a kemi më këtë problem? Jo që është mendu, po qaq shumë kemi fol, po është një strukturë që kushton. Vitin e kalum, në emër të komisionit, që është komisioni profesional për ujra që është themelun tetor viti 2023, prej qeverisë Kosovës, aty janë 9 antarë jemi, strukturave të ndryshme, institucionet të ndryshme, që targetojnë ujen, edhe një 3 herë i kemi shkru prej kryeministrit edhe krejt ministrat e linjes. As një fjallë kurso, s'ju ka pështu prej goja. Na jemi në kuadrë qeverisë edhe për punë tjera, fenomenal funksionojnë. Vetëm për këtë problematik nuk keni marrë asnjë përgjigje. Asnjë përgjigje s'kemi marrë, ndërkohë kompania me Ministrinë e Mjedisit dhe me zhvillimin ekonomik se Ministria e Mjedisit është pronare e resursit ujor. Se uji është, mos të harrojmë, uji nuk është as i jemi as i jote. Edhe nëse e kin shpe, bunarin shpe, është pasunisht shtetërore. E tash Ministria e Mjedisit ju ka dahur. Ministria e Mjedisit është pronare e resurseve ujore, kompania është trajtuese e ujit, Ministria e Zhvillimit Ekonomik e udhëheq kompaninë. Zhvillimit ekonomik është njësia për njësia operative për kompanitë, që udhëheq kompanitë, që udhëheq ndërmarrjet publike. E thash, në bashkëpunim këta tret kanë tentu me gjetë fonde përbashkëta, me gjetë fonde dhe me zgjidh këtë problem, me gjetë një zgjidhje, edhe janë dakordu që ka qenë super me pas pas përfundu edhe kjo, që me shfrytzu kanalin Iberlepen, se për qatë qëllim më ndërtu edhe kanali Iberlepen, master planin Iberlepensit, për qatë qëllim më ndërtu, me marrë ujin prej ujmanit, prej ujmanit, gazivodën e atëhershme, e me prum Badovc. Për qëllime kësi ose asi qëfare dë qafë, po me pas ujë. Edhe kanë tentu, mirë po, pronare tash, e strukturave, është Iberlepensi. Ndërmarrja Iberlepensi.